shpesh herë në shoqëri ngritet pikpyetja, çka është marrë dhe çka jo, por para se të konsiderojmë diçka marrë, është shumë e rëndësishme të dimë se si përceptojmë marrën para prakisht. Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, kur jetojmë në një shoqëri ku shumë gjëra paragjykohen, shumë gjëra gjykohen, do të diskutojmë në lidhje me këtë çështje me një panel të përbër nga zonja Iqbal Uduti. Përshëndetje nderuar. Çfarë shohim që në shoqërinë tonë e dëgjojmë këtë fjalën marrë, ose na mbuloj marrja, marrët koft, çka jetu bo. A jemi shoqëni, kushtimisht po themi shoqëni e marrës, a? E marrës gjykuese. Po marrës gjykuese. Shiko, marrja është një dukuri që është paraqitur, gjithmonë ka ekzistuar në çdo lloj shoqërie, mirë po në shoqërinë moderne ka disa dukuri të cilat vërtet janë marrë, që ne gjatë emisionit do t'i shtjellojmë, dhe se marrja, thuhet nëse nuk ke marrë, bën çka dush. Do me thonë, kalon mospasja e sinceritetit edhe marrës, kalon në liri të shfrenuar. Prandaj, marrja nuk është një dukuri që sot ka ekzistu, po gjithmonë ka ekzistu, madje edhe Zoti na preferon, thot, ulni shikimet e juaja, pastaj thot, ruani vendet e turpshme të trupit tuaj. Dhe kjo në një syllabus them ashtu e përfshin që marrja është shumë dimensionale, po mos jetë ajo marrja e tepruar e cila një person e lën mbrapa. Elen Brapa, që e psikologja, jemi kolege, po me gjithat, çka është marrë për mu, për shembull nuk mund të qenë marrë për kushtrimin, ose çka është marrë për kushtrimin, nuk mund të qenë marrë për Ismetin. Si definohet që kjo ideja se, nëse për marrë shembull kushtrimin, thotë mos e bë këtë vepër se marrë? Po, shiko, unë nëse shkojmë nga aspekti fetar, çdo fe i ka veçoritë e veta. E feja islame e ka veçori turpin. Që njeri o të ketë turp. Por, na nuk mundemi me shku me paragjykime se diçka që ti je rrit me një familje të cilët nuk e konceptojnë turpin si që konceptojnë familja jote. Për shembull në politik, hiç nuk është marrë me rajt. Është shumë blemburje me rajt. Ajo është marrë, në politik është e papërshtatshme me thonë hajvana. Për shembull, mi thonë dikuj hajvan. Mirë po, edhe këtu hajvanat kanë disa tipare karakteristika me njeriun. Për shembull, gjarpri është shumë mashtrues, dhelpra është shumë manipulon me njerëzit, dinake, ujku është grabiqar, e marra është me thonë hajvan. Edhe pse përshtatët, po në Bosne e kanë normale, atje thonë ma shumë ka hajvan se sa insan. Prandaj, varet prej kulturave se si konceptojmë na si shoqëria jonë kosovare marrën, shoqëria amerikane ndryshe, e tjera. Mirë po, disa gjana që bohen, disa dukuri, edhe pse janë të ligjshme, por prap, ato janë të turpshme në shoqërinë tonë moderne, edhe pse ligji nuk i ndalon, prandaj duhet me pas marrë, ajo me ungarku me marrë. Në kohën e gjyshëve tonë, kur për shembull gruas i ka vdek burri, ajo është rimartu me kunatin, nga vetë familja e atij bashkëshortit. Pse? Mirë po edhe familja vetë kanë qenë të edhe familja vetë ka qenë, në kohët e sotit ajo është e turpshme, po atë ka pas arsye valide për shkak se ka qenë shumë e turpshme nëse vajza ose gruaja kthehet në shtëpinë e babait, edhe për shkak të fëmijëve, do me thonë rrethanat e kanë përcaktuar si në atë kohë nuk ka qenë, jo nuk mendoj ligjit, po mendoj normat edhe rrethanat. Normat janë të shkruara sepse lejohet edhe me kanunin, edhe sot nëse martohet dikush për kunatin, nuk është. Ne tash funksionojmë në bazë të ligjeve, jo në bazë të kanunit. Edhe ligjet edhe në fakt, po ta shikosh aspektin moral, pa e gjykuar atëherë pse ka pas arsye thash shumë valide. Tani përveç asaj shumë traumatike për fëmijët.
Deri dje kanë konsideru agje dhe tash për një moment a i shëndrot në babojnë e tyre. Ose edhe për gruan. Neve mos të harrojmë se gratë nuk janë pytur për këtë vendim, e cila është jashtëzakonisht traumatik. Edhe për kohën e sotshme, diçka që ka është natyrore, që është e natyrshme, edhe me vojë sot dikush nuk është mare edhe e dënushme është me vjehrin me u martu. Ajo është ligji natyror. A me kunatin që nuk është problem. Nëse ti ke jetu në familje me vjetë, vetëm në aspektin moral po flasim. Nëse ti ke jetu me vjetë me atë kunat edhe me ata njerëz, ti je familjarizu, ti në vend se ti ke konsideru pak a shumë, unë mendoj që dash më konsideru si vllau, edhe për një moment të martohesh edhe a më kupton pak është e pa moralshme Nëse ndryshon e konceptimi fetar. Konceptimi fetar dhe konceptimi modern ndryshojnë shumë, prandaj e ka me të drejtë. Po flasim, shohim shumë herë, mund të gjendemi para situatave kur ne duam ta bëjmë një veprim, por do shta hezitojnë për shkak se në gjykan shoqëria dhe kjo mund të konsiderohet mare. Ke gjithë vetën do njëherë para kësaj pikpytje të theme? Jo, unë kam gjithë vetën kur më ka paragjyku shoqëria për arsye se jo për shkak se unë kam pas diçka të turpshme edhe të më vjen mare, po për shkak se unë kam qenë diçka e veçanta apo më ndryshe, prandaj edhe më ka etiketuar shoqëria. Edhe sot etiketohen se ato nëse ti i zbaton disa ligje për shembull fetare, ata të thonë ty të prapambetur, edhe kjo njeriu ndihet si i turpënum, ai që nuk është i vetëdijshëm. Një fëmijë, një vajzë e re, nëse thot dikush ç'është sa e prapambetur ke me, do me thonë vlerat fetare, nëse dikush tenton të t'i nënvlerësoj, ajo është turp për ata, por jo për mu. Prandaj, unë kam pas situata që kam qenë paragjykuar për njerëzve, por nuk më ka marrë, sepse jam e vetëdijshme. Por rinia, nëse na, ata që e nënvlerësojnë vlerat tradicionale dhe vlerat morale, për ata është marrë. Jo për neve që na jemi ma tradicional, për shembull në Bajram fëmijët kur kanë shku përpara, në kohën e komunizmit, neve na ka ardhur marrë në ditën e Bajramit me u vesh bukur me tesha të bardha, edhe me shku në shkollë. Kjo do me thënë në ajo ndërgjegjen kolektive përmes politikave të ndryshme është fut që ti nuk bën me vesh tesha të reja për Bajram. Po njëjtë sikur se edhe sot. Po, edhe sot, po kjo nuk është turp për neve si tradicionale dhe si fetar, po turp është për ata që kanë dashur ta nënvlerësojnë një vlerë tradicionale apo fetare, edhe turp është për ata, jo për neve. Perceptohen edhe ndryshe, gjykohen edhe në raste tjera, jo veç në rastin e tradhtisë. Na jemi dëshmitar që gratë vendin tonë gjykohen edhe për mënyrën e veshjes, në anën tjetër kur nuk, ose nuk kam rastis me dëgju, nuk e kam pa që një mashkull ose një djalë është gjyku për mënyrën e veshjes, kështu që pa dyshim mendoj që po edhe në vendin tonë jënë këto mbasi. Unë mendojnë që se lidhëm pak me bulizimin, ajo në traditën tonë shqiptare, bulizimi nuk ka qenë shumë i theksuar. Sidomos kur e kemi pa dikon si me të meta, neve jemi mësuar nga prindri që mos e këshyr me sy, atë nëse ke mundësimi ndihmoj, po mos ja këshyr të metën e tjetër kujt me sy, se pastaj kalon në bulizim. Pra, mirë po, bulizimin ne vete shkaktojmë si shoqëri moderne, sepse nuk përshtatën mentalitetet edhe, për shembull, po e marrim të këto zbukurimet jo reale, artificiale, operacionet e ndryshme. Edhe qka zbojnë vajzat e reja me fytyrën e vetë. Pse jo? Edhe pse jo, po mandej, ose për shembull LGBT-a, ata vetë-vetiu e binë mënyrën dyqyshme në i bulizu, edhe pse në une jam kundër asaj, nuk banë. Çdo kush duhet ta ketë marrën me veti, mos ta bëj vetën që dikush më përqej, me u gjyku e me u paragjyku. Prandaj unë them që marrja e mban një shoqëri
me një nivel, me një kulturë të lartë. Për mu është mare, kur unë udhtoj për e Prishtinës, deri në Prizren, edhe shoh motelet, vetëm dalin hyn, sidomos kur kthejmë për Prizrenit vonë, dalin hyn veturat me najlona të zi. Jo, lutëm, gazetarët ju nuk shkoni në për motele, sepse e keni shumë të vështirë, sepse aty bëhet biznesi madh, i maskuar, një prostitucion i maskuar, ndryshe janë hotelet edhe motelet. Prandaj, marrë është për një shoqëri tonë kosovare që ka përjetuar shumë, ka dhënë shumë gjak për këtë vend, që ta krijojmë një shoqëri me dignitet, të ketë ma shumë shtëpia, ma shumë hotele, në krahasim me përqindjen e gjermanëve, sa milion banor janë gjermanët edhe sa milion jemi na në Kosovë, statistikat e kanë vërtetu që na kemi ma shumë motele. Se edhe hotele, a qatë shumë na jemi vend turistik? Se do të jetë marrë ekzistimi i moteleve si pjesë e themi e shoqërisë? Është pjesë e hotelerisë. Sepse aty bohen prostitucioni maskuar. Prostitucion edhe në hotel, në një shtëpi? Edhe në hotel, edhe në shtëpimi, po kjo është e regjistruar, këtu paguhen tatimet, prandaj aty bëhet një prostitucion i maskuar. Na kemi pas raste edhe hotelet. Janë koncepte që ekzistojnë gjithkohë. Zotëri, ekzistojnë në hotelet, po shkotin në Turki nuk mundesh me hisi në hotelet tona përmes garazhës e në lift edhe direkt në vamën e privatësia. Jo, nuk është privatësi, sepse duhet ti në recepcion më u regjistru kush ka hy, kush ka dal. E këtu e kanë lehtësu këto punët e prostitucionit që për mu është marrë e madhe me pa gjitha të motele, edhe për mu është marrë që ju gazetarët nuk keni guximin me pa se aty është keq përdorur një vajzë 14 vjeqare është keq përdorur për prostitucion nga shoqja vetë. Por fenomenet cilat që fojnë përmeni keni plotësisht të drejtë, por fenomenet një vend nuk e përcakton se mund të ndodhë një fenomen. Ato ka ndodhur, kemi pas gacmime seksuale, përdorime. Po duhet me pas ligj. Duhet me pas ligj. Zonja Silja, është marrë ekzistimi i hoteleve? Nuk mendoj. Ismet? Se tjetë marrë. Ekzistimi Se cili, më falë, veç pak lutem, më falë se të ndërpriva. Se cili ka të drejtën e privatësisë. Se cili ka të drejtën e privatësisë. Nëse ajo ka të bëj me moralin e vetë personit. Ka që nuk mune me gjyku neve askën. Nëse dikush ka munges morali, nëse dikush ka munges të turpit apo të marrës, edhe nëse shkon motel, edhe dikun tjetër, prap nuk do të ketë, veprimet e tij nuk do jenë në rregull me shoqërinë ose me normat shoqërore. Por e duhet na jemi shtet, da duhet diçka. Ekzistimi i moteleve si ndërtesa, si objekte, nuk e besoj që është marrë, po dukuritë cilat ndodhin aty, sa po muj me kuptu prej parafolsës, që ato po i cilësën si marrë. Po prapë edhe të qajo pjesën e menoj që varet për çka shkon njeri. Dikush nashta kanë zonë rruga dhe shkon shtret, flan pushon e kalon natën e vazhdon rrugën. Kjo nuk është marrë, është shoqëri normale. Në rastin tjetër, nëse ka dukuri për shembull të ngacmimeve seksuale ose përdhunimeve, këto kanë ndodhur edhe në rrugë dhe në shkolla, edhe ma të fliqura, por ne guxojmë t'i flasim. Jo, edhe pjesë të tjera që ndodhin. Sepse familjet e tona në momentin na kur e japim kurorëzimin, aty jemi të obliguar të mos bëjmë shkeljen e besnikërisë. Dhe në momentin kur ti e shkel besnikërinë ndaj gruas ose ndaj burrit, kjo është marrë dhe plus dënohet me ligj. Me njëherë prokuroria ta kalon në shkurorëzim. Do me thënë, këto mos kontrolli i dukurive negative të etikës morale në shoqëri na sjell deri te shkatërimi i familjes. Prandaj ne nuk duhet t'ja lehtësojmë. Mu për shembull kërkush nuk u merr me zor me shumë motel nëse jam i martuar, ose nesër potencialisht jam i martuar. Po ja lehtësojmë punës, për neve është çka për konceptin e apartamenteve që shoh me qira ditore. Ato e ndryshe. Shkoti në drejt
thash. Në Kuks, në rrugës për Kuks, thot here you have love, here is my love. Edhe zemrat, edhe zbukurimet, edhe sen. Po kush shten më nol me zëra aty? O zotëri, une po flas në globalitet. Mare është edhe korupcionin që e kemi bërë se në politikë që është normal. Na po pajtojmë se tradhtia Edhe nuk po flasim Në përgjithësi, mare është korupcioni që e kemi bërë normale. Na po pajtojmë edhe për korrupsionin edhe për Edhe kjo, tradhtinë. prostitucioni që kemi me bërë. vetë individin, Zonja, individi neve kemi shtet. si është e moralshme, Edhe shteti, nëse ka nevoj, leta legalizon prostitucionin. Ajo me na turpnu shoqërin ton, vjen një Gjerman edhe thot, këtu thot shumë të bukra ishin vajzat e Kosovës, por ja që të ne po vishën ato vajzat si kurse në rrugën ku ne kemi të legalizuar të prostitucionit. Një Gjerman kështu na vlerëson. Kjo është tur për vendin ton shqiptar. A i s'pas ka marrë të gjykimet? Jo, aje ka gjyku, aje ka aje ka krahasu Gjermanin rrugët e prostitucionit që legalizohen me prostitucion edhe rrugët e Kosovës. Po mendojnë si në Gjermani kanë marrë ma shumë se na, po? Jo, une po e tham vetëm një deklarat të një Gjerman. Po, a do të jetë një deklarat e tillë të një faktor për të ndryshuar normat shoqërore? Çka, a du të A jetë? do të jetë deklarat e tilla, do të jenë faktor që ne të ndryshojmë veprimet tona ose Ajo është një konceptim, na jemi vetëm njerëz, një konceptim, një deklaratë, një Është individual. Gjermani të edukuar. është individual. Individual, mirë po Kush e ishte përcakton që është i edukuar apo jo? të edukuar që e ka një etik morale që nga shkolla fillore. Nuk bën me rrejt, nuk bën me korruptu, nuk bën me sha. Kjo është marrë, është me sha, dikon. Marrë është. Kjo është koncepti marrë. Jemi keq edhe me kohën, unë ju falenderoj shumë për këtë diskutim, zonja u duhet të falenderit shumë. Unë që të mos i vjen marrë për kur gjën jetë për veprimet që i bën, e s'keni penat me vetëm. Zonja Sila, Po mos pas marrë, bën qa dush, thot profeti.